Indjeri Ertenlame ka qenë edhe historian, edhe ka studiuar, besoj të ka treguar ndonjë rrëfenj, ndonjë histori të kalvarit vuajtjeve të shqiptarëve. Ke një histori që të kanë ngelur në mendje? Më tepër në kohën për më tepër në kohën e komunizmit, se sa më përpara, do thoja, sepse tek unë ndante gjithmonë vuajtjet e kohës komunizmit, specifikisht mungesën e ushqimit ose mungesën e gjërave shumë të thjeshta që e gjithë bota i kishte. Elementare, dhe për më tepër edhe fshirjen e historisë që ndodhi në atë kohë, e cila ishte e zgjedhur specifikisht me arsyen që shqiptarët e harronin identitetin e tyre. Dhe mendoj që kjo harres e shtyr e sforcuar ishte çfarë shtyu dhe atë vetë që të kujdese dhe punës kërkimore. Eksakt.